Bicikleta si simbol i lirisë, por edhe si instrument i një sporti sa të dashur, aq popullor, aq edhe të bukur. Një sport i cili i ka fillesat shumë herët në Shqipëri, që në fillim të viteve të para të shekullit të kaluar. Kam kënaqësinë që në një grush librash të kem doktorin, profesorin, por edhe mjeshtrin e sportit, Luka Heqimin. Profesor, faleminderit që je në program për të prezantuar së bashku dhe për të folur për një libër që unë do ta konsideroja madhor për temën që trajton edhe për mënyrën se si e ka trajtuar. Historia e ciklizmit shqiptar nga 1900 e deri në ditët tona në 2025. Keni bërë një kronologji të gjithë shka e ka ndodhur në historinë e ciklizmit shqiptar. Mund të them pa frikë, është një lapidar emrash dhe ngjarjesh të këtij sporti, kaq të bukur, por edhe jo kaq shumë të vlerësuar në ditët tona. Ta fillojmë këtu, nuk mund ta konsideroj të pavlerësuar, se në fakt ka marrë vlerësimet e veta. Por ciklizmi ka disa gjëra pikante që nuk i kanë sportet e tjera. Këtu është mangësia e asaj që edhe ju thatë. Ciklizmi shqiptar ka filluar në një trev që çuditërisht ka qenë një treve prapambetur. Në atë kohë kur ka filluar ciklizmi, na zhduk çudi se si një popull i smur me nuska, me ferexhe, kërkon dhe bicikletë. Jo vetëm kaq, por bicikletën kërkoj ta maj edhe afër kur ai fejohet, të dalin në foto me të, ta ketë si një diçka të veçantë. Ka filluar shumë herët, përpara rrethit parë ciklistik, në 1900 një korçar që quhet Vançi Çavalli ka bërë një garë ciklistike. Pa aty gara është ndërkombëtare, sepse kanë marrë pjesë edhe turqit. Aty ka qenë një garnizon turq dhe çuditërisht shefi i garnizonit ka pasur dhëndrin e vet një aziun që ishte ciklist. U pengun turqit që Vançi mos dilte i pari, por Vançi shpërtheu dhe doli i pari. Është ngrit me gjithë bicikletë në ajër, duke thënë roft Vançi Çavalli, roft Skënderbeu, roft Korça. Profesor, bicikleta njërisi ose një diçka moderne për atë kohë, siç e thatë, kur kishte smundje, kishte ferexhe, kur Shqipëria ishte shumë e varfër, por edhe një shenjë urbane atyre viteve. Bicikleta ka ardhur për herë të parë në Korçë, thoni ju, shumë vite më parë, ndoshta që nga lojrat olimpike të Athinës në 1890 96, po. Lojrat olimpike janë zhvilluar në 1896 dhe ka qenë me pjesëmarrjen. Lojrat kanë filluar përpara, se në fakt kemi një shqiptar tjetër të famshëm, që është nder i kombit shqiptar, Vangel Zhapa, i cili ka zhvilluar 4 lojra olimpike, përpara se të zhvillojnë lojrat që ne i quajmë moderne, me të padrejtë. Dhe po të shikosh gjithë historia e Vangel Zhapës është edhe historia e Kubertenit, e imituar plotësisht për ta sfumuar pak idenë e krijimit të lojrave të para olimpike. Kështu që edhe aty e kemi për herë të parë. Bicikleta erdhi mas lojrave olimpike, duhet këtë ardhur. Them mund tash, kjo është me një hamendësi, por dhe shpejt bicikleta të detyron të bësh një garë sportive. Këtu është edhe qëllimi i Vançi Çavallit. Eci me bicikletë, kërkojmë të konkurrojmë me njëri tjetrin dhe hymë në një garë. Pastaj në 1901 një tjetër ciklist korçar, Vangel Turtulli, merr pjesë në një garë velodromi në Selanik. Nuk dim se si ka dalë, por bolti ka hyrë në garë velodromi, sepse garat e velodromit janë shumë të rrezikshme. Ka lëvizje me shpejtësi shumë të madhe. Pastaj në 1907 është bërë një takim ndërkombëtar, po aty kanë marrë pjesë edhe 2 shqiptarë, Sali Sala edhe Vançi Çavalli. Kanë marrë pjesë aty, kanë qenë disa shtete, turq, bulgar, dhe është gara e parë ndërkombëtare e ciklizmit shqiptar. Të bëm përshtypje se shqiptarët ecin paralelisht me Europën, edhe pse ishim vend shumë i prapambetur. Ne jemi të katërt në Europë për çështjen e garave ciklistike. Tash Europa, hajde të numërojmë shtetet, ne jemi të katërt. Profesor, ju thoni, shkruani se prefekti i Korçës Hilmosi i dërgon Ministrisë së Brendshme në 15 janar të vitit 1926 një kërkesë për të përpiluar një rregullatore qarkullimi për të gjitha bicikletat, sepse aq masive nisën të bëheshin bicikletat, veçanërisht në Korçë, mandej edhe në Shkodër që njihet si qyteti i bicikletave. Këtu pat një sens se bicikletat duke ecë me vrull, filluan edhe të bëjnë aksidente. Këto aksidente nuk mund t'i lej, se kishte një detyrë shtetërore Hilmosi,
kështu që ai u boni dhe një rregullore, se koçarët ishin që bicikletat mos qëndronte në Korçë, mos shëtiste në për bulevard. Ilmosi vuni rregullën dhe bicikletat të qarkullonin. Megjithatë do duhet të kalojnë 25 vite që nga hyrja apo momenti që bëhet xhiro e parë publike me biçikletë, duhet kalojnë 25 vite që kur zhvillohet, organizohet ai që njihet si turi i parë ciklistik në Shqipëri nga 28 gushti deri në 10 shtator të 1925-s me fitues Jonus Gjylbekun. Po. Jonus Gjylbeku është një shkodran i cili i rezistoi të gjitha asaj furtune të garës ciklistike, doli i pari dhe ai pastaj boni karrierë ushtarake dhe ishte oficer i shtetit italian. Nuk dim për te, po dim që ai nuk është martuar dhe nuk ka lënë pasardhës. Nga njoftimet që ju, ose nga zbulimet që ju keni bërë, sepse keni punuar mbi 3 vjet në bibliotekë, duke hapur të gjitha gazetat të përditshme të kohës për të gjitha informacionet, thoni, turi i parë ciklistik ka qenë 965 kilometra me 10 etapa, me 25 djelmosh, të cilët bën vullnetarisht historinë e ciklizmit dhe vetëm 11 prej tyre arritën ta përfundojnë garën me shumë vështirësi, duke pasur parasysh edhe kushtet e kohës dhe Shqipërinë që nuk kishte infrastrukturë rrugore. Ciklistët e kanë kryer të gjithë rrethin ciklistik, por disa nuk kanë arritur sepse ishte edhe një kohë që ato duhet ta kryeshin këtë. Nuk e kanë arritur, por kur kanë ardhur, kanë vazhduar garat, por kanë qenë jashtë gare. Kështu që kanë kryer të gjithë. 11. I gjashti ka dalë një mësues që më ka servit edhe mu në atletik, Elez Maha. Ka dalë i gjashti. Tashi në përgjithësi njerëzit kërkojnë të thonë që ka dalë i pari, i dyti, se këtu rafin, i treti maksimum, po ka dalë i gjashti. Dhe kam sqaruar edhe të birit. Elez Maha ka dalë i gjashti, por ka kryer me sukses një lëvizje madhështore me bicikletë. Se ne nuk kemi pas as rrugë, nuk kemi pas as gjë. Ciklistët kanë fletë tek njerëzit e qytetit që i merrnin, i strehonin, nuk kishin ndihmë mjekësore, por kishin një person pa të cilin ne nuk do kishim rreth ciklistik. Ky ka qenë fotografi Shan Pici, Shan Mark Pici, një heroj i vërtet i rrethit parë ciklistik. Profesor Iqimi, megjithatë duhet të kalonin pastaj 11 vite të tjera derisa të organizohej turi i dytë, rrethi i dytë ciklistik i Shqipërisë në 1936. Këtu na del një koçar tash, Koço Karaku. Ky koçar kishte mësuar në shkollën e mesme, ka mësuar për mekanik dhe e vun atje për të dhënë filma në këtë kineman e Moravës, që u bë më vonë, po ka qenë magjistik. Atje pa dhe rrethet ciklistike, pa xhirot e Francës, të Italisë, aty ai u apasionu mas ciklizmit dhe fitoi garën ciklistike. Historia e njeh vetëm një herë fitues. Në fakt Koço Karaku është 3 herë fitues. Këtë e kam zbuluar nga gazetat, nga këto. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje nga ato që keni zbuluar dhe që nuk dijeshin më parë për ciklizmin shqiptar? Kam zbuluar këto fakte që njerëzit mund të konsiderohen një herë fitues, ato ka qenë 3 herë. Dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje ka qenë se një ciklist është quajtur 2 herë kampion kombëtar, nuk ka mundësi. Kampionatet zhvillohen një herë në vit dhe Michel Cico është një herë fitues. Por unë e zbulova sepse ai ka zhvilluar 2 gara, malore dhe fushore, dhe i ka fituar të 2. Dhe është quajtur 2 herë kampion, nuk është, një herë është kampion. Profesor, paralelisht me pjesëmarrjet në turet ciklistike të vendit, po në turet e huaja, a merrnin pjesë ciklistët shqiptar deri përpara viteve 45? Nuk kanë marrë, thuaj se për shembull në garat e Paqes kanë marrë pjesë, por dhe ato nuk kanë qenë sporadike më shumë. Më vonë me kalimin e kohës, ato morën pjesë në një garë për shembull, ja kam krijuar mundësi se isha në Turqi në 69 dhe kur na shtru një drek ato turqit, kisha afër presidentin e ciklizmit, edhe i thash pse nuk i bëni një ftesë ciklizmit shqiptar, dhe unë e mora ftesën me vete dhe mas një viti në rrethin e Marmaras hynë dhe ciklistët tonë. Dhe më thënë kështu me miqësira, por nuk kishte e mundur, sepse kanë qenë kufizume, sidomos ato lëvizjet sportive në periudhën e monizmit tonë.
përveç këtij libri që kemi sot në duar, ju pak kohë më parë keni publikuar edhe Poema e ciklizmit që ja kushtoni 3 figurave të rëndësishme të ciklizmit shqiptar. Megjithatë, në këtë libër, ato tashmë janë 5. Njëri prej tyre, një nga emrat e lavdishëm, ishte siç e tham Hil Mosi, shkrimtar, prefekt, një nga figurat e ndritura të kombit, Palok Nika, që farkëton rrethin e parë ciklistik, siç e përmendëm, Avni Zajmi, Piro Angjeli, themeluesi i ciklizmit modern shqiptar, trajneri kombëtar se kështu me radhë, dhe Bilal Agalliu. Tani për të ndalur edhe tek këto figura të tjera, tek Palok Nika, që farktoi këtë rreth të parë ciklistik në vend. Palok Nika ishte një nxënës në shkollën Piemonte ka studiu, por edhe atje është aktivizuar me futbollin. Kur ka në Shkodër, ka qenë skuadra e parë e futbollit Independenca. Ai u bë trajneri dhe lojtari i kësaj skuadre. Por ëndrrën e kishte ke ciklizmi. Organizoi me të gjithë mundësitë e vet, me mençurinë e vet, me lodhjen e vet, me përqendrimin e vet, ai arriti të bëjë një rreth ciklistik, nuk arriti ta bëjë si më thanë kombëtar, por e bën djemtë e Shkodrës. Çuditërisht djemtë e Shkodrës ishin me fe të ndryshme, me profesion të ndryshëm, disa ishin intelektualë që kishin mësuar jashtë, por kishin edhe punëtor. Kështu që u bashkuan dhe bën këtë rreth të mrekullueshëm. I bashkoi disiplina dhe dashuria për sportin, për ciklizmin. Pra gara e parë Shkodër-Koplik dhe rrethi i parë ciklistik Shkodër-Tiranë. Ato janë gara ciklistike, kur rrethi ciklistik është bën në gjithë Shqipërinë. Por disa pjesë ciklistët kanë hyrë edhe në autobus sepse rruga ka qenë shumë e vështirë edhe e rrezikshme, sidomos kur kanë dalë nga Bregdeti. Profesor, çfarë ndodh gjatë viteve të luftës me ciklizmin? Gjatë viteve të luftës nuk ka as olimpiadë, nuk ka as një gjë, kështu që dhe ciklizmi ka qenë në qetësinë e vet. Nuk pati asnjë garë. Mandej, me njëherë pas luftës, në 1946, formohet Federata Shqiptare e Ciklizmit. Është interesant të themi se Federata e Ciklizmit bashkë me gara ciklistike, të rrethin ciklistik, ka ndodhur shumë shpejt, ndryshe nga sportet e tjera. Duhet dim që sporti i parë i zhvilluar në mënyrë të rregull në Shqipëri është ciklizmi. Sporti i dytë, domethënë ky është i 1925-s, i dytë është i 1929-s, është kampionati i atletikës dhe 1930-ën kemi futbollin. Të gjithë mendojnë se futbolli ka filluar në lashtësi. Jo, futbolli ka filluar 5 vite mas ciklizmit. Mas ciklizmit. Pra në 25 korrik të 1946-s rinis rrethi ciklistik që fitohet nga Piro Angjeli. Ciklist, kampion shkruani ju, mjeshtër i merituar sporti, antar i ekipit përfaqësues, kapiten, pjesëmarrës në garën e paqes Varshavë-Berlin-Prag, trajneri kombëtaris, instruktor, lektor, themelues i ciklizmit modern shqiptar. Ka punu shumë Pira, ka qenë një mik për jemi radhë, ka punu shumë, e ka drejtu ciklizmin, sepse gjithmonë ciklizmin kërkojnë ta drejtojnë pasionet, jo profesioni. Piro e futi atë në ullinë e duhur dhe ciklizmi zhvillua shumë si duhet. Për shembull që puna si duhet marrë këto produktet ushqimore gjatë garës, janë gara gjata. Piro, kam pas nderin të jem dhe unë bashkë me Piron për të sqaruar problemet e mjekësisë sportive, se pikërisht në atë kohë që erdhi Piro, mas disa vitesh kam qenë dhe unë pjesëtar, kam qenë mjek i garave ciklistike, edhe aty e kam filluar. Edhe kjo është një është krenari për mu të ashti. Se them me vetës si është e mundë, po ja me gara ciklistike, kisha bë dhe një motor përveç ambulancës, kisha dhe çantën e ndihmës shpejt në një anë të motorit, por këte kisha jo për të janë ndihmë, më shumë se sa për ta pa garën ciklistike. Ju keni patur fatin, mundësinë, privilegjin pra të udhtoni në jetë bashkë me ciklizmin, duke parë edhe natyrisht kushtet e vështira në cilat bëhet ciklizëm, edhe trajtimin e sportistëve. Sigurisht, kjo është e vërtetë. Edhe kam prapë krenari të them këtë. Nuk është mburrje, them unë, edhe duhet të kuptojnë mirë të gjithë, nuk kam mburrje kur bën një gjë, se nga njëherë beluli, po e ti e ke bët punë, çfarëdo, s'ka belul këtu. Profesor, pastaj një figurë tjetër që e trajtoni me shumë dashuri është Bilal Agalliu. Shkruani,
Ciklist kampion, fituesi kampionëve, pjesëmarrës në garën e Pragës, Varshavë, Berlin, Prag. Mjeshtër i merituar sporti, kampion, fituesi rretheve ciklistike më shumë se çdo ciklist tjetër në botë, trajner kombëtar. E cilësoni Maja Bilal Agalliu, monumenti Bilal Agalliu me 11 fitore. Keni lënë dhe një gjë pa lexuar. Ai është i Guinness Book Records, sepse Bilali është, edhe bile kur e shkruajta, shumica e kundërshton këtë që desha të them unë. Po Bilali është kampion i botës. Dhe këtë e shkruajta, e keni aty prap të shkruajtur. Shiko, unë mendova se ai ishte një titull që ja kishit dhënë ju. Jo. Ai mund të mos ekzistojë, por në qoftë se do bëjmë raporte se si dalin kampionët, duke menduar që mundet të vlerësojmë edhe një arritje, bëhesh kampion bote. Bilali, nëse gjejmë se kush është ai ciklist në botë që ka fituar më shumë rrethe konsekutive, ky është Bilal Agalliu. Atëherë duhet të ndërhyjmë pranë rekordeve Guinness për ta regjistruar Bilal Agalliu. Ja, unë e dhash tash, ky është arritur. Ka 10, ka humbë edhe 1, ka fitu tjetrin mas 10 vitesh, 11 herë kampion i vendit. Nuk ka asnjë ciklist të famshëm në botë si ka arrit rezultatet. Ka qenë më i miri i Shqipërisë. Çfarë ndodh nga viti 45 deri në ose 46 që krijohet Federata e Ciklizmit deri në 90-ën? Si zhvillohet, si ecën ky sport ku fillojnë të spikasin emra shumë të njohur dhe ju keni përmendur një galeri të tërë emrash të shquar të ciklizmit? Librin nuk jam mundu shumë, po më lindi ideja si do ta emërtoj unë librin dhe e gjeta. Dhe më duket se e gjeta mirë, poema e ciklizmit. Sepse unë e vlerësoj poezinë. Si një thënë bile, në poezi ka dhe një gjë tjetër, në qoftë se poeti parashikon një vdekje, ai vdes vetë, sepse ai e ndjen atë dhe e shkruan. Pra poezia shumë e fortë. Poema e ciklizmit. Aty janë të koncentruar të gjithë vujtet individuale për të arritur një fitore. Pra ne kemi fituesit nga 1925, që është Janus Gjulbegaj, edhe shkon me radhë deri në 2025. Ne kemi ciklist famshëm, ne kemi 4 herë fituesin Fadil Muriqin, 4 herë fitues. Kemi 7 herë fitues Besnik Musajin, kemi 6 herë fitues Agim Tafilin, kemi 4 herë fitues Palion Zarkaj, kemi 3 herë fitues Agron Tafilica. Këto janë emra kaq të mëdhej, sepse arritjet i kanë me kaq entuziazëm, me kaq vërtetësi, sa habitemi nga njëherë se si ato arrin të fitojnë. Të fitojnë, se garat janë me të vërtet vështira me kalimin e kohës. Ajo që nuk ndodhi për gjatë 45 apo 46 viteve, ndodh në 1992-shin. Turi ciklistik i Shqipërisë ndërpritet. Ndërpritet. Kjo është një fatkeqësi. Dhe nuk i falet atyne që i kanë drejtu ciklizmin. Unë do kisha marrë një grup të rish me pak kërkesa, jo tamam sportistë të boshin një rreth ciklistik dhe të quhesh rrethi. Rrethi është neglizhu, sepse ka kujtu muj, kur ka ardhur vjetori, është edhe ftofët, edhe lirohen njerëzit, sepse është bë një rreth ciklistik, ku ciklistët direkt kanë shku në sofrën e vitit 3 dhe kanë marrë kofshën e gjeldetit. Dhe kanë hëngër, e kanë pas gati tavolinën. Kjo ka ndodhur. Por është bë një sforcim, në 92 nuk është bas një sforcim. Profesor, kam pasur gjithmonë një keqardhje gjatë këtyre viteve. Disa vite më parë është realizuar filmi Lindje Perëndim Lindje. Dhe unë personalisht, duke e ditur se si bëhej, sepse edhe baba im ka qenë albitër ciklizmit, duke e ditur si bëhej, sa seriozisht bëhej, edhe pse ishte periudhë diktature me shumë vështirësi, sa seriozisht bëhej sporti në Shqipëri, tek filmi Lindje Perëndim Lindje ka një anë egzotike, ndoshta për ata të huaj që nuk e dinë se çfarë ndodhte në Shqipëri, por sporti i ciklizmit është zhvilluar në mënyrë shumë serioze, me sportistë shumë dinjitoz dhe që kishin trajtim special, sepse sporti është marrë seriozisht në atë periudhë. Shefqet Dervishi e ka pa këtë film me të shoqen. Dhe kur një ciklist shkoi tek mullari i barit me një femër që e gjeti aty, gruaja akuzoi qetin që ti je ai ciklist. Dhe ato nuk mund të imagjinoj se çka hek qeti.
Profesor, bas rifillimit të turit ciklistik, fillon edhe rrjedha normale përsëri e sportit të ciklizmit, ku spikasin sërish emra të tjerë të rinj, edhe që fillojnë të bëjnë pjesë edhe e garave jashtë vendit. Ne kemi një, ndoshta nuk ka bërë shkollën e duhur, por dhe Mozarti, po të gërmojmë edhe ai nuk ka asnjë shkollë. Dhe kur flasim për koncerte, themi profesor doktor filani koncert në do major e tjerë. Kurse për Mozartin themi një fjalë, Mozarti, se s'ka titull Mozarti. Po s'ka që masa nuk... Kështu është edhe një emër që është fjerak, quhet Kiço Kalemi. Ky vjen mas Bilalit, por fitore të ciklistëve të Apollonisë. Ka fitore gati afër Bilalit. Ky ka nxjerr Palion Zarkën. Një ciklist që ka fitu 4 herë rrethet ciklistike, ka konkuru në botë mrekulli. Kemi një Ylber Sefa, është qytetar nderi në shtetin e Belgjikës, të qytetit ku jeton, qytetar nderi, një kampion i vërtet. Ta shikosh, thush çosh ky, ky është mbi gjithë ciklistët e tjerë. Me pasionin e duhur, me emocionet e duhura. Ky është pra nuk kemi eksportuar vetëm futbollist, siç mendojmë. Të gjitha sportet kemi eksportuar. I kemi eksportu për një qëllim, them unë, që në një të ardhme ato kur të vinë të larë me flori. Apo jo, me Doktor kulturë, Luka, me gjitha. ju shkruani, ciklizmi duhet i bëjë thirrje biznesit, që ai të shkëlqejë me reklamat e tyre të lëvizshme, gjithë farë ngjyrash. Ciklizmi tregon se sa i zhvilluar është vetë shteti. Ai është gjaku i trupit të gjithë sporteve dhe enët e gjakut janë rrugët që përshkon rrota e biçikletës. Rrethit ciklistik asnjëherë nuk mund të jetë i shkurtër, siç vendosin ta bëjnë dritë shkurtrit. Ne duhet ta kemi vendin ton një pretendues në garat ciklistike europiane dhe botërore, sepse kemi terrenin, historinë që mëson Europën me zanafillën, trimërinë, besën, qëndrueshmërinë dhe grindën sportive të ciklistëve sfidues shqiptar. Dhe se çfarë terreni kemi, e pam edhe vjet kur Shqipëria u bë pritse e turit ciklistik të Italisë. Edhe është interesant, është i këtë e lepër në fund, sepse po ta kishte filluar në fillim, ne nuk do pushonim duke folë për këtë temë. E lën nga fundi që ta mbyllim shpejt edhe të koncentrohemi. Italianët kanë ardhur këtu pa e ditë që ne jemi në 100 vjetor në rrethit tonë ciklistik. Sepse Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, bashkë me Federatën e Ciklizmit, organizoi në kryeministri një ekspozit ciklistike dhe ishte një gjë e madhështore. Me bicikleta të varura, me fotografi shumë të mëdha, bën një ekspozit shumë të bukur. Dhe po ju them që ardhe italianëve, as këto nuk i ranë te që ne e kishim në 100 vjetor. Rrethi ose turi i Italisë gjithmonë 2-3 etape i bën jashtë vendit vet. Për shembull, në 1996 turi i Italisë ka filluar nga Athina, sepse Athina mbushin 100 vjet nga Olimpiada që ato e quajnë 1896. Të thash është 37 vjet më përpara nga një shqiptar. Po këtu duhet të forcë edhe duhet edhe shteti na mbështesi që ne ta quajmë atë si themelus. 37 vjet përpara, se historitë janë si verat, sa më të vjetrat janë aq më të mira. Kjo mohohet sepse tash s'duhet të hyjë në politikat. Dhe kështu tash ato erdhën 100 vjetor, këtë nuk e mori vesh njëri. Kur shkova i thasha, e merrni vesh më që ne jemi 100 vjetorin e rrethit ciklistik, edhe bëm atë broshurën që e kemi këtu, e shkrujtëm dhe anglisht edhe shqip që të jepnin dorë ciklistëve të rrethit ciklistik italisë, ta merrnin vesh kush është Shqipnia. Sepse shiko, duke e gërvisht Shqipnin, nga një qik, ne vemre ç'është ky thesar. Nuk e njohim Shqipërinë, ne e njohim të varfër, e njohim nga njerë, jo të besës. Shqipnia është e besës. Shqipnia është e pasur. Shqipnia do bëhet. Shqipnia nuk ka asnjë mundësi të mos bëhet. Do bëhet se s'bën, sepse ka njerëz të cilët janë sfidant. Edhe me bicikletën e tregojmë që jemi sfidant. Po sfidant të nivelit lartë, që s'duhet tash të 4 në Europë, vesh kështu, i besojmë Nuskës, i besojmë Hoxhës, i besojmë kështu, dhe vjen puna dumë dhe bicikletë hypim edhe të bëjmë garë, kjo është të mërshme. Profesor, unë mendoj që ky libër është një rast shumë i mirë, meqense është i mbushur me histori, me emra dhe me foto të jashtëzakonshme, është një mundësi shumë e mirë për të ndërtuar ndoshta një muzeum të historisë së ciklizmit të Shqipërisë, sepse Komiteti Olimpik Shqiptar do ta bëjë këtë. Atëherë jam e gëzuar për të lënë.
Ky libër është i katërti i historisë tonë. Ne kemi një libër të jashtëzakonshëm boksi. E ka shkruar Tem Ibrahimi. Ne kemi një libër shumë të bukur të peshngritjes. E ka bërë Agrona Gjyseni. Ne kemi një libër të mundjes. E ka bërë Ylli Agolli bashkë me Bezhanin. Dhe ky është i katërti që shkon mas tyre. Është historia e ciklizmit. Tash nuk ngelet gjë tjetër, vetëm ta digitalizojmë gjithë historinë tonë dhe të shikojmë se ku jemi. Për të kompletuar historinë e sporteve, ju falenderoj shumë që ishit në një grush librash me historinë e ciklizmit shqiptar nga viti 1900, mos e harroni, deri në 2025. Ndërkohë që 100 vite mbushen nga rrethi ciklistik i parë i Shqipërisë. Ishte kënaqësi që u kisha në program profesor, doktor, por edhe një zotni burr, Luka Iqimi. Faleminderit. Faleminderit juve.